Po pse frenove? Tani erdha me taksim pun. Sa zbrita më tha taksisti, lekët quno. Dakor, po çfarë ka për të qeshur këtu? Po unë i thash, kam abone, prandaj. Interesante. Shumë interesante. Po na thuaj më nga ishe këtë javë, çfarë të panë syt, në një të bukur në Tiranë. Këtë javë nuk kam lëviz nga Tirana se ka qenë shumë ftohtë dhe nuk më bën mirë për zërin që të udhtoj. Këtë drejt. Kam bërë xhiro me Astritin nëpër Tiranën tonë eksitojnëse të mbushur plot me meksikanë. Po, gjithmonë do të kesh një shok, një mik të ngushtë të dalësh të shetisësh sepse u mbet edhe monotonin. Astriti nuk është shoku im, është gjeli im, që e dua shumë dhe e përshëndes nëpërmjet ekranit. Interesante. Interesante. Po mirë, edhe unë e përshëndes shokun tënd të ngushtë Astritin. Patjetër. E përshëndeta. Faleminderit që e përshëndet. Po më thuaj, do më çfarë në Tiranë në një gjë interesante tani me rastin e festave, atmosfera e vitit të ri. Po më të tregoj unë, këtu ka vetëm pallate, universitete private. Pallate, universitete private, karburante. Këto janë zbukurimet tona, pse qa deshe e kullën e i felë të Po ne e bërë Tiranë gjysë për gjysë me universitete, qa bën? Po gjithë universitetet, gjithë universitarën, këtu më gënë, pse si kujtove ti? Këtu më shumë ka universitete sa studenta. Universitare? Patjetër. Po ja, ma, ke gabime, ke shumë gabime, sepse realisht ka dhe parke, ka dhe lulishte, ka dhe kënd lojrash për fëmijë, ka dhe muzeume, ka dhe teatro. Stop! Këto i ke parë në ndër apo i ke lexuar në revistë? Jo, ma ja. Interesante. A janë këto që thashun apo jo? E shef që s'janë. Interesante. Me që më kujtu ëndra. Pardjet pash në ndër. Si më pe? Më dhe 500 euro. 500 euro ti dashun? Po, në ndër pra. Mirë. Hargjoj, halal ti kesh, po vetëm me kursim. Mos e hargjoj me njërë. Vetëm gjysmat, se gjysma do hargjoj për natë e vitit ri, se duhet blejnë e gjithë bukur ka ato dyqane që më ka tregu ti. Dyqane, vajte të dyqane që tash robe? Po vajta, po nga trova me thonë drejtin gjatë rrugës. Pse më rruga fare sakt, mor, si mund të mbasësh në Tiranë më njeri? Më thuaj si vajte? Po ja pra, unë nisa nga rruga, Mustafa Motoviki, në fund rrugitës aty po ndërtoi karburanti i madh. Masi karburantit ishte rruga Alben Budina. Pastaj mas rrugës Alben Budina doli kjo Luiz Gurakuqi i tretë, ku dëgjon edhe unë gatrova që më thon drejtën. Po jo mor njeri, jo, fare e thjesht me ajo që të gjithë e din ja. Unë do t'rregoj rrugën dhe këta do ta gjenë se ku është dyqani. Po më trego. Shkon te Ali Demi? Po. Thesh djathtas kalon tek Hoxha Tasin. Po. Aty te dëshmorët ka të shkurtit, pastaj vete te Qaman Stafa, ngjites me Vojo Kushin, aty është Sadik Saveleci, pastaj vjen te Zonja Çurre, Liri Gero dhe aty te dëshmorët e kombit. E kuptoni se ku jam apo jo? Ha? Ku thoti? Mos më ke quke fareza e dëshmorve? Interesante. Po mos e... Interesante. Po. Këtu, më kollaj orientohesh më shatë sa këtu në Tiranë. Normale. Po s'ke pra që me po. Rrugë gjitha me dëshmor. Vinë të huajt, nuk ka nevojë të kërkojnë në rruga filan, po gjenë emrin e dëshmorit dhe me njëre gjenë. Po, edhe orientohen shumë me tregje, fruta perime. Shumë interesante. Të lutem se do iki prap. Ma shpjego dhe herë fillimin aty e rrugëve. Atere, te rruga Ali Demi, do kthesh smajt, do ecësh drejt, do kthesh pak djathtas, aty pyet këtë duash. Ta ja garantoj që e di vendi se ku është. Të nisem tani unë. Nisu tani po me vrap. Po nuk e qeta, do të bëj zilen se u larë merr veti, mirë? Bjeri, të marrë unë. Interesante. Ika tani, natë mirë.